Përpunimi I rrugëve është një hap I rëndësishëm për zhvillimin e infrastrukturës dhe përmirësimin e kushteve të jetesës për komunitetet lokale. Në kuadër të disa rrugëve që janë në fokus të këtij procesi, përfshin një segmentit të Sukrujq-Zbeq, me një gjatësi prej 1 kilometre, si dhe lidhjen e Kodrës-Budan me derdhjen e Urrelës. Gjithashtu rruga Sukrujq-Vrane dhe ato që çojnë drejt livadave të Tusit dhe Urës së Nizamit janë pjesë e kësaj nisme. Rrugët në këtë zonë janë veçanërisht të rëndësishme për bujqësinë dhe përdoren kryesisht nga fermerët për të transportuar prodhimet e tyre. Ndihma për përmirësimin e infrastrukturës rrugore është siguruar nga Ministria e Bujqësisë, e cila ka mbuluar kostot e ndihmës për këto projekte. Po, për fat keq këto është dasht ka herë me I krye e me I mush me këtë lloj tamponit, e ishte ken edhe nevojshme, edhe me ken rrugat të asfaltume, për shkak se, po të thuash, pjesa e madhe e bujqësisë bashkë në këto rruga është të u zhvillua dhe të u realizua dhe të u punua. Mirë po, na jemi drejtuar disa herë, edhe komunës, edhe disa institucioneve tjera që të na ndihmojnë për me I asfaltua këto rruga, edhe tash 30 vjet, po ende nuk kem hasë në mirë kuptim për me I realizua këto rruga, ashtu që shfrytëzova rastin me Ministrin e Bujqësisë një takim me ta dhe ju drejtova gojarisht, edhe ai më tha mu drejton me shkrim, edhe unë edhe me shkrim ju drejtova, ashtu që në ka pas caktuar 27.800 evra për me najlan, mirë po ato kem dash të shkojnë për mes komunës Tuzit, edhe ajo na shtyni për arsye se ne zgjatën e kohën për me realizua këto punime, ashtu që për me citën llogaritë bashkisë lokale nuk mundshin me ligj ajo sumë paresh, por 25.000. Edhe unë tash pranova me citën llogaritë bashkisë lokale, ashtu që e përfshina këtë territor se është I rrugë e ka që e kënë përbashkët me Vranën, kjo këtu është e Sukrujq deri tek livade, është manejna rruga që shkon prej Kodrës-Budanit e deri tek Urrelës, tjetra prej shtëpisë Pregzionit e deri ka ana e Urës Nizamit, ose te livallet e Tuzit. Tjetra është edhe rrugë cila është mase 50 vjeta, 60 e bllokuar, cila lidh disa katune, ose si të thëmë bashkësi lokale, ajo është për të mirën e Vranës, Sukrujq, Kodrës-Budanit, Narhelmit, Dreshajve, e kështu me radhë për shkak se qarkullimi për me lidh këto katune kalohet përmes Kodrës-Budanit, por me u qil kjo rrugë, Kodra-Budanit zhgarkohet prej komunikacionit, tu me qenë se aty janë shumë shtëpia të afërt të buz rrugët, për fat mirë kanë fëmijë bof, edhe mos më ardhejte I zjanë që sa është e dëshirueshme, e kemi vendosur në kjo se po na ndihmojnë qytetarët cilët janë hisenikët e toknave aty për gjatë asaj rrugë, na ndihmoshin, do me goditi rrugë moderne, I rrugë e cila ka me ke shembull për vendin tonë, edhe me u kallëzua komunës Tuzit se si punohen rrugat. E në që mënyrë do të me I punu rrugat. Janë këtë mënyrë që punohen deri tani. Pra, sot në 21 shekull, të me kenë këj lloj komunikacionit, të me kenë këj lloj njerëzish që zhvillohet përgjithësi në ditë, këj vend I don rrugat e zjana, I don rrugat me standarde, I don njerëzit, don me rrugua, don me ecë kam, don me biciklistat. Infrastruktura është e të mërshme si është punua deri tani, gjithku përbuz rrugët e përbuz asfaltit janë shtyllat e aty mu I marrë të aksidenti, mu I marrë të hupja jetës njeriu, të shumë gjana janë që ato për fat keq janë ba, po s'kanë mu I tryshet për situatën e
këto ti të dash parit me punu në komunën e Tuzit, i të dasht me i urbanizu rrugët komplet. Edhe me i kalzu dhe qytetarëve se cila është pjesë e rrugës, me e pas bashkëpunimin edhe marrëveshjen se njerëzit tanë malësi janë shumë zemërgjan, janë shumë mirë kuptuos, e kuptojnë jetën se si është e mira, me gjithë se sa është të thonën se s'ka lasisht që ndoshta del dikush e kundërshton se na keme lasisht që i kanë uzurpua pjesën e rrugës, e kanë shtyrë shefit e gjithësysh, por e besoj se deri te bashkëpunimi, mirë kuptimi, i plan i cili kishte me vjej me ken e mire e këti vendit, urbanizmi i rrugëve ki me vjej me ken e realizume prej komunet, edhe komuna me i marë këto qendrime dhe këto vendime për me muj me i krye kështu për të ardhmen, se në këtë mënyrë që janë shto punua, vetë nuk e shoh i perspektiv të mirë, pa me ditë se ku çka është. E aty duhet më bë urbanizmin në vendin tonë sa më parë. Po, tash, unë nuk jam kompetent për ato punë, po kjo është ideja eme, kjo është menimi jem, këtu e shoh në vende ku është përparimi i atij vetit, se unë kam shëtit bajegi për ishtë Jugoslavin, për Evropë, por atje gjithë ku urbanizohen vendet, edhe cakton si që është vendi ynë. Këto fatkeqësi që bëhet ky lloj ndërtimit në tokna bujqësore. Se në të ardhmen, na kështu si ka fillua, kemë me metë dhe pa tokë pjellore, pa tokë për me mujë me punua, pa tokë për me pas prodhimet tona që i prodhojmë sot. Ndërtimi në toknat pjellore është fatkeqësi. Po, situata e vendi synë është e jeshtuzme, e në qoftë se shteti vetë nuk ka me marrë masa për këtë punë, as populli hala se ka kuptua për me ba gjana të tilla. Në çfarë kushtesh ishin këto rrugë më përpara dhe sa kilometra janë të gjitha këto rrugë që jeni duke i përpunuar tani? Po këtu janë afër 4 kilometra e gjys, në tërësi, si ka matë, por tash kem me i matë me këtë zotnin që janë shto i bush, e to i realizua, por na jem godit me ta për çdo kilometër ka 6.000 evra, por unë e kam qëtua kilometrazhën e kam qëtua për shkak se edhe Kodra e Budanit, edhe Narhelmi kanë pallanë kërkesat për këto rruga me i bush, po nuk u realizua, ashtu që e kam para pa me kryetarët e këtyne 2 bashkësive, se këto pare që i kam fitua për Sukruq, ti zdajmë zbashkut edhe ti bushim këto rruga zbashkut, to me pase është shumë e nevojshme se ai bujk që i punon në Sukruq, punon edhe në Kodrën e Budanit, punon edhe në Narhelm, punon edhe në Dreshaj, në Vrane, çka po diun, se i kem toknat hiset tashuzme. Ashtu që e kam pa me rrugë që është mirë, ti ndihmoj mjari shoqit, ashtu që jem të i realizua tana këto rruga, zbashkut edhe të i bush, me zhjithë se sajtë s'ka mujë me kalu njeri i kam prej braka e prej këtë në gjanëve, edhe këto që janë bëthë lasisht që i qojnë baktit në kullose këso gjanash, por tash s'paktit prej 2-3 vjetë kanë me mujë me shfrytëzuar rrugën ashtu si vije, kur me analizu njeri, ma zija bajmë problemive e sona në për rrugat pa asfaltume, i kilometrë se me i kalua për asfalt 50 kilometra. Po, shpresojmë se në këtë vit 25-ën s'paktit ka me fillua me i asfaltua, ka pak komune e Tuzit e me ishtin plan program të realizohen këto rruga se janë shumë të nevojshme kur është në pyetje bujqësia. Përveç përpunimit të rrugëve, ishte nevojshme edhe ndonjë gjë tjetër të shtohet, si për shembull drejtimi apo diçka e tillë? Po na këtu i kem lanë mundësit se na kem shtri rrymën elektrike në tanë në këtë vend. Dhe më thanë të ju falenderuat se disit e disa personave që na e kanë mundësua këtë vepër shumë të male për vendin tonë. Dhe më thanë komplet bregu Liceni Shkodër sot, kur përfshin Narhelm, Sukruq, Shkodër, Vrane, tanë janë veset dhe më thanë të elektrifikume. E tash, këtu në për rruga që janë kryesore, dhe më thanë e kem lanë mundësin edhe për me ba vunë dhe ndryqimin, se tash për shembull komuna s'ka nevoj tjetër veç me vunë dritat në shtylla, se edhe kabla e gjithë ka është përfundume.
Këtu keme edhe në plan me i punua edhe do trafostanica cilat i kem fitua që janë për shembull këtu ne kanë mundësuar të bite palog Zefnix vetin për me muj me kull trafostanicën e ajo trafostanicë ka me funksionu që ka me mbulua edhe Vranën edhe Sukrujqin me pajis me rrymë elektrike pranë licenit Shkodrës. Ashtu që e kem në plan edhe tjetrën këtu në mes të bashkësisë Sukrujqit edhe të Kodrës Budanit me realizua edhe i trafostanicë në fund të rrelë që i thomë, në qoftë se ajo bëhet, do me thonë, e besoj se edhe Sukrujqa, edhe Kodra, edhe Narhelmi, e livadet e Tuzit, gjithku kanë me kënë të furnizume me rrymë elektrike, aqë saj nevojitet vendi synë. Edhe shpresoj se edhe ta kemë me banë, se e kam edhe i premtim prej Ministrit të Bujqësisë, Jokovicit, se ka me marë pjesë në atë trafostanicë 50%, ashtu që tash për tash janë deri e këtu mundësit në këtë mënyrë, por planet e nevojat tona do t'i realizojmë kadal edhe shpresoj se me mirë kuptim edhe me bashkëpunim gjithçka ka me mu realizua. Këto të gjitha çmime që i përmendet janë të gjitha të cilat i përkasin Ministrisë së Bujqësisë, apo do të kenë edhe ndonjë kosto të cilën mund të përfshinë edhe banorët apo komuna? Jo, këtu janë tonat sa i përket rrugave, janë të Ministrisë së Bujqësisë. Kur është në pyetje rryma elektrike, këto kabla e këto gjana, këto janë kenë në këtë mënyrë, do me thënë, CEDIS-i na ka dhënë shtyllat, kablat edhe punën teknike e kanë bata. Kurse vendasit këtu, të ju falenderua Edo Mushevicit, kur e ka pasë që ka jem të ba, na i ka lëshua 3.500 evra, e na i kem qilë gropat, kem siguro gurt, edhe i kem betono shtyllat. Këto janë kënë pjesa jonë. E ato janë kënë pare të Edo Mushevicit, i cili na ka një mua, tu me sensin se laj, me këtë prej këti vendi synë, pajiset me malna, kur është në fjallat e Kërtolla, Bostani, Specat, Kastravecat, Laknat e kështu me rrallë, e aja është i njëri cili aj i ka grumbullua, e është trektare, dhe aj në këtë rast në ka një mua për me realizua, kur e ka pasë si jem të opunua, qka jem të opunua, na i ka lëshu 3.500 evra për me muj na mos me mërzit qytetarët ose bujësit për me realizua këto gjana që jem ke marrë vesh me CEDIS-in, na me qilë gropat, me siguro gurt, edhe me i betonua shtyllat. Siç edhe u theksuan nga vetë kryetari i Bashkësisë Lokale Sukrujq, Zefdet Vukaj, rrugët ishin një gjendje të rëndë duke vështirësuar edhe më shumë qasjen e përdorimit të tyre, ku siç e thai, janë mjaft të përdorur nga banorët në sektorin e bujqësisë. Po banorët për ta është si mirë se ardhje e madhe, edhe banorët janë shumë të kënaqur, kam pas rast shumë bujqës më thonë, Zef, na ke e pështua, se këtu është punua me motorrat të ndryshme, me naft, qartu, shko, met pa naft, se njerëzit levizin poshtë e nalt, kështu e kanë i gjatë të bekume, edhe të letë, vajzë motorin shkeli puj dhe s'ka nevojë me menua, shkon krye punë tjera, kur para shef se janë realizua vaditjet, vjen e nalë motorin ose shtërnën ujtën të tëranë, edhe kështu. Do me thonë, kjo është i gjatë fort e mirë për vendin tonë, se ka i herna edhe unë thëmë me vetin, bash është qudi që më pat me sukses këtë punë me krye për këtë mandat me CEDIS-in e me shokët e mi, në fakt, edhe kjo punu realizua, aqë mirë sa qytetarët janë shumë të kënaqur dhe me i fjalë tjetër asë se kanë pritë, se kanë kjo mirësi që i ka ardhur. Për sa i përket kësaj rrugë që ndodhemi tani, është një rrugë e cila është më shumë bujqësore, po sa i përket rrugave të tjera, si do menaxhohet pjesa e komunikacionit që ndërlidhet edhe me pjesën urbane? Po të gjitha këto janë rrugë bujqësore. Nuk janë rruga cilët
kanë njerëz që banojnë pranë këtyre rrugë. Do me thonë, këto tona janë lidhën me bujqësi. E bujqësia është shumë e rëndësishme në vendin tonë, do me thonë është numër 1, se malësia në varet, po të thuash, hajë mos me të teprua, 60-70% në varet prej bujqësijet e blegtorijet. Ashtu që edhe komuna është dasht ta marrë parasysh këtë situatë që të ndihmoj bujqësve e blegtorëve një shkallë më të mirë e më të lartë për shkak se e kem të gjithë për nevojë. Edhe unë bilin e kam dhënë një propozim, ato pare që i subvencionon komuna e Tuzit, ma mirë ishte kënë për ne edhe për komunën, me i pa asfaltuar rrugët, se i ka da ato pare për sa ku i ka ato kua. Se ajo është kënë interes i shumë fisht, edhe i afatgjat. Ato pare i kam marrë, ndoshta kam ba dhe një gjatë që s'është mirë me e ba, me ato pare e kështu rruga metet këtu, brez pas brezit. Dhe më thana i gjatë që mendim jem është kënë në këtë mënyrë komuna me pa ba e me pa veprua me këto vende ku zhvillohet bujqësia. Sot është gjynaf në vendin tonë me kënë në këto lloj mënyrash si që në kënë rrugat kështu, por prap tana prej herë s'mund goditën, por kanë mu godit gjitha dhe besoj se edhe këto kanë mu asfaltua, edhe nimat kanë mu lane, tana kështu kanë me kënë, por që ka thonja i fjalë dime e Zotit e mes për parën. Dhe unë të falenderoj shumë dhe të uroj suksesën në çdo gjë që bën. Faleminderit edhe për juve, se pateve bojnë shumë gjana, kinë me kënë harres, kinë me kënë pa njoftuna, por përmes jush, çdo gjarje në malësinë tonë e njofin edhe e shofin. Edhe vendasit këtu, po e shef që është me rëndësi të madhe edhe diaspora, që na pa diasporën as muj me mbjetua. Duke mundësuar një qarkullim më të shpejtë dhe më të sigurt të produkteve dhe pasurive të fshatrave, kjo ndërmarrje tregon një hap të rëndësishëm për përmirësimin e kushteve të jetesës dhe forcimin e ekonomisë lokale.